Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, kryeqyteti i parë i Evropës që është duke shliruar nga partizanët e vet. Ushtuesit gjerman të gruparmatës E të Ballkanit vazhdojnë të tërhiqen me ngut nga Shqipëria. Forcat gjermane që kanë mbetur në kryeqytet kanë zënë hyrjet e daljet e tij dhe sundojnë arteriet më të rëndësishme të qarkullimit. Ato kanë minuar rrugët dhe ndërtesat kryesore dhe para se të largohen kanë ndërmend të hedhin në erë kazermat, centralin elektrik, bashkinë, ministrit, burgun e vjetër, postën, radiostacionin. Në orën 6 të mbrëmjes të datës 24 tetor, brigada e parë sulmuese fillon sulmin për shlirimin e Tiranës. Forca të shumta të brigadave të tjera partizane kanë synim shlirimin e kryeqytetit. Brigadat vazhdojnë për disa ditësh luftimet drejt qendrës së qytetit. Midis forcave të brigadës është ky njësit, i cili ka marrë urdhër që të pushtojë radiostacionin shtetëror. Gjatë gjithë mbasditës së djeshme dhe pastaj pothuaj gjatë gjithë natës, njësiti duke përparuar ngadalë, rrugic më rrugic, midis fortinove gjermane dhe duke lënë pas një gjurmë të përgjakur, i është afruar brinjazi bulevardit Mussolini, gjersa më në fund ka dalë në krahun e tij të majt ku ka zënë pozicion. Lege fascizmi. Liri populli. I shikon antenë të radiostacionit? Ku? Ja, atje. Po, tani shikoj. Pse i mbledh buzë, duk ta mbushin syn? Aha. S'ma mbushin. Një shtëpi me catela për sipër.
Nuk më besohet që kjo shtëpi është më e rëndësishme në këtë bulevard. Ke të drejtë, po të kishte përsipër ndonjë mullar me kasht, edhe ndonjë lop duke kullotur aty ndryshonte punën. I Xhaven. Do të besohet, kur shoh se çka sapan do të bëhet për marrjen e kësaj ndërtese. Gjuna që mu thyen syzet. Nuk e kuptoj përse ka qi tronditur. Vepra jote qëndron jashtë kohës. Në fundit ti je shkrimtar neutral. Unë nuk i kam rënë ndonjëherë gjoksit duke u mburrur që vepra ime qëndron jashtë kohës. Përkundrazi. Megjithatë na dal ka që edhe kjo s'mjafton. Koha jon, koha juaj, koha e tyre. Po ajo është një drejt që e mori, duam apo nuk duam ne. Do të jetojmë në një kohë, dhe do të vdesim në një kohë, të gjithë së bashku, miq edhe armiq. Neutral. Të mos e dëgjoj më atë fjalë. Kurse mua më duket se kjo pozita jonë është më fatlumja. Unë do të thosha më fatkeqja. Ti sot më kundërshton për gjithçka. Mjaft, nuk dua të dëgjoj më. Ashtu? Mos ndoshta duhet edhe ti ki fare? Bëj ç'të duash, vetëm mos fol më. Maskara. Maskara. Ju flet Tirana, po japim lajmin. E shikon atë pallatin atje? Po, Ati më duke se është bërë das me mbretit Zog. jo more. Ç'është ajo grua? Ç'nu ka ky bulevard? Shtëpi ku është martuar mbreti. Radiostacion. Gra si kjo. E morevisht? U emrova spikere kryesore e Radio Tiranës. Vërtet? Urime. Sikur nuk të bëj qefi. Përkundrazi. A je ftuar pas nesër ndasëm në mbretit? Po. Edhe unë.
do të shihemi atje. Thonë se ajo e mësoj gjuhën shqipe për 3 muaj. Ai ka filluar të shëndoshet. Jo, as pak. Është po ai i pari. Megjithatë, kur ishte thjesht presidenti i Republikës, nuk më ka pëlqyer më tepër. Mos doni të thoni se ju ka pëlqyer më shumë kur ka qenë ministër i punëve të brendshme, E pse ju? Atëherë ish vetëm 24 vjeç. Ah, Ti Adrian flet për vdekjen me lehtësi sepse e ke siguruar pa vdeksin, kurse neve të tjerëve, vdektarëve të zakonshëm, ajo na tremb. Urdhëroni. Juve ju dëgjojmë për natë. Nuk do t'ishte keq edhe t'u shihnin për natë. Më falni. Është Amidea nëmi. Gruaja më e bukur e mbretërisë. Kam dëgjuar se ajo ka qenë një nga kandidatet për të martuar me mbretin. Sonte duket e pikëlluar. Për këtë grua kam lexuar shpeshherë lajme në kronikën mondane. Besoj se për shumicën e tyre ke lexuar lajme. Po. Unë shpeshherë flas për to në radio. Është e natyrshme përderisa ai është radiostacion mbretëror. Radiostacion mbretëror. Po ti përse flet se kur je jashtëm në këtë punë? Ti gjithashtu je bashkëpunëtor i radiostacionit. Çdo javë ke rubrikën tënde, apo s'është kështu? Fatkeqësisht, po. Sikur ti të mos ishe bashkëpunëtor i radiostacionit, ne ndoshta nuk do të njiheshim bashkë. Akoma s'na kanë diktuar komandant. Këtu është shënuar gjithçka për këtë bulevard. Historia e tij dhe krimet e tij. Është e vërtet që tek ai pallati aty është martuar mbreti Zog? E vërtet është. Qeni biri qenit. Ju flet Tirana, po japim lajm. Armata e lavdishme 21 të rajhut pritet nga çasti në çast të arrijë në Tiranën e rrethuar. Rebelët e kuq po i pret në bulevardin Bushta, Mussolini. të lërë dëgjojmë. Këtë dëgjosh atë? Të lumt me të Aliu. Qenë ketrimi madh kundër një copë kutie. Nuk rri unë të dëgjoj se ç'thot ajo Bushtër. I fut një plumb mund të sëmbës, ja që bëj. Trimërin tregojë nesër ose pas nesër kur të filloj lufta, ja atje. Nuk thash se si e trim. Që e trim bile nga njëherë i marr, këtë e dim të gjithë. Por kjo këtu nuk ka faj. Ashtu siç mund të thotë fjalë të këqija, mund të thotë dhe fjalë të mira, sepse komandohet nga larg. Shpirti i saj është atje. Ky zë dëgjohet kudo nëpër botë. Ai duhet të ishte zëri i Shqipërisë, por çdo. Shqipëria akoma nuk e ka zërin e saj të vërtetë. Shqipëria e ka zërin bubullim, por asnjë radiostacion nuk ja shpërndan atë zë nëpër botë. Prandaj, në kjo pikpamje ajo është e pagoj. Ja, këtë do të bëjmë ne këto ditë. Jo të luftojmë me kutira, por të marrim radiostacionin, që ta bëjmë Shqipërinë me gojë, me zërin e saj të vërtetë. Që m'ke dhe një tio komisar. Domethënë këndohu mu zgjerret e Metaliut nga kompania e parë. S'ka gjë serioze, profesor. Metaliu pati një keq kuptim me aparatin e radios. S'kam parë një makinë të ecë kështu. Do jetë një makinë pasanikësh. Pritë kur na futen turi.
ndoshta po ka përcen sheshin një siti që do të puftoj bankën. Ata janë. Ftohet. Përmëlloj ata që po në shkullin nga shtëpinë tonë. Po mjaf, me mjaf. Mere dhe ato. Mynir Beu, pas milingjitit që kaloi, nuk e mban më mirë vendin në Kopësh ku ka gropostur Florint. Do të pendohesh, I tha jo baronit Schwarz. Kopshti është bërë tër vrima nga kërkimit e saj. Sidoqoftë bankat e Zvicrës, ato janë vetëm garanci në këtë katrahur. Do të pendoheni! Përsëriti baroni fjalët e saj. Me sa di unë Hamide Hanëm, të njëjtën frazë keni thënë dhe kondit Pontecorvo. Ah! Ja bërje jo dhe ratifikët. 13% dhe pikë. Një konjak, lutem. Asnjë santim. Nëse ju merrnin makinën tuaj, dy tezet e mia atëherë ndryshon puna. Po sikur Zvicra. Puna po stërkeqet. Çfarë Zvicra? Jo, asgjë. Mjaft drejt ta haj se na prishet gjakun, po ka një kufi çdo gjë. Vapori i fundit niset nesër mbrëmë nga Tusi. Dhe tani duan të thonë se ai do të marrë me vete dhe Hamide Hanëmin në tankun e tij. Dashuri. Po sikur ti siguroi një qere për dy tezet e mia. Jo, kisha dëgjuar për dashnor në gondola, po për dashnor në Ju flet Tirana. Sa do të gjosh Misionin mbërmësor të lajmeve. Armata e lavdishme 21 të Rajhut ka kapërcyer kufirin e Greqisë dhe po shpejton të vijë në ndihmë trupave gjermane që po mbajnë me heroizëm legjendar Tiranën. Si duket? Ta ka diktuar? Akoma jo. Po vështrojmë vazhdimisht këtej. Se shpejti ka për të filluar. Shoku komandant, Ç'është? ka një njeri që ka sjellë çelësat e radiostacionit. Më dërguan shokët e qarkorit partisë. Shokët tanë ilegal mundën t'i kopionin çelësat. Ndoshta do të duan gjatë sulmit. Shokët e celulës partisë në radio kanë punuar mirë. Shokët ilegal kanë të drejtë. Gjatë sulmit të qelsa mund të na hynë në punë. Secili ka të shënuar në një karton se ç'porta i përket. Vdekje fashizmit. Liri popullit. Më dhëmin. Më duke se këto syze nuk më bojnë më. Po mbase nga që kanë plasur. Se mos shikoja më parë më mirë.
saj. E inauguroj barikadën. Gati djema. Kjo punë filloj. O burrat i bijem. Sherif, hajde mbrona. Ha, kam të këtoj që s'kam parë. Si? E ku të më shosh, gjithë kjo rrëmuj. Me gjithë të nuk kam marrë fund çdo gjë. Armata 21... Po, sa po i dëgjova lajmet. Në qoftë se komunistët deri të dielën nuk dalin në bulevardin Mussolini, fati i Tiranës do të ndryshojë. Ti do të ikësh? Jo. E që s'ka pse të ikësh. Ti je shkrimtar i njohur, bile mund të shërbesh atyre që do të vinë. Nuk është koha për ironi. Unë nuk po bëj ironi. Ti edhe vetë di se kohët e fundit shumë intelektual janë hedhur tek komunistët. Kush edhe larg. Disa kilometra, deri në shtabin e tyre, në periferitë Tiranës. Megjithse... Po ti ç'do të bësh? Unë, natyrisht. Ti e di se si më quajnë mua ata, kolaboracionist. Nuk kam kohë të derdhjem i pushkatuar, me brinjë të plot pluma në një kaldrëm. Ke dëgjuar për terrorin e kuq? Diçka kam dëgjuar. Terror rouge, terror blanche. Terror rouge, terror blanc, është letë të shqiptosh. A i ke parë rrugicët për bërë rrugës mbretërore? Jo. E pra do të shkosh tek partizanët? S'të marrë vesh, ç'është kjo pyetje? Mua mund të më thua hapur. Ti je i sigurt se nuk të denoncoj. Le që s'ka kohë. Është e vërtet, s'ka kohë për asgjë. Ti je i njohur. Duhet të jesh i vlefshëm për çdo rend. Megjithse çfarë? Mos është pak si vonë? Lepil Kaçaj, në emër të popullit të dënuar me vdekje. Fortino. Kjo Fortino është qenëroj e radiostacionit. Po se do që më të shesim do të përpara. Ta sulmojmë, qovë komandant. Ate po mendoj edhe unë. Shoj. Antenët!
Atena! Ura u këput! Ra, u këput! Të lumt, sherif. Ja preve gjuhën shtrikës. Në kote kërkon Radio Tiranën. S'ka më Radio Tiranë. Radiostacioni është akoma në duart gjermanëve. E përse nuk flet atëherë? E kanë këput antenën kryesore. Unë kujtova se radiostacionin e pushtuan partizan. Pushkët ati tam! Granatët!
Di Fortino, jepini djema, ja ku është. Thonë se rruga mbretërore është bllokuar nga partizanët. Ashtu? Po ky është me! Vetëm të gjithë brënda se në qark. Shiko, disa makina po këthen mrapsht. Allah, ç'është ky qamet? Ija i tashu. Flite se sonde Tirana do t'hidhet në erë. Si duket janë netët e fundit që po kalojnë. Sa po undava me një shoqen tënde. Atëhere, ç'mbredh rrugëve më këtu t'kun. Ale ju i kalimin në bulevardin Mussolini. Nuk e di. Nuk e besoj.
Vëllën tjetër. Hiqe kraun. Hiqe kraun. Hiqe kraun. Lidhuni. Kritikuat me të Aliu. Ata nuk futet. Ata nuk futet. Asnjëherë s'më janë dashur një palësyze si sonte. Sonde do të sulmojmë? Po, besoj pas mesnate. Gjerman, gjën birë qeni. Edhe syzet allasoj i ke. Që më duhesh një palësyze për sonte? Zbet, Andi. Ka ardhur një nga shokët i qarkorit të Tiranës. Më duket se është bashkë me komisarin. Sonde do të sulmojmë. E tha vetë. Aha. Ja, kështu ja. Ç'është? Është me të Aliu flet për qartë në temperatura e lartë. Ti erdhi zoj. I dhëm plagë. Ulëri me met. Ulëri. Bomën tjetër. Kërkoni ndonjë të njohur? Jo. Gati, djema. Hajde me hajrë. Verboje që ishte në morin qatë. Verboje qeni. E kota, djema! Ergebemi! Hajdeni nga pallati tjetër.
qyteti është akoma gjysmë i çliruar, gjysmë i pushtuar si një centaur. Luftohet e rruga mbretërore, në periferitë e Prakës, në qendër, rrotull fortinove të sheshit Skënderbej. Janë orët e fundit të robërisë së Tiranës. Janë orët e para të lirisë së saj. Ja filli Leshidzi, i bardhi, i verdhi, i kuqi, i kuqremti. Nga Damamaq te Asizi. Nga Asizi te Damamaq. Ftilor, e ftilor, e ftilor, pambari. Ti, moj zonjë që s'ta shofi tyrën, dhe ti atje, edhe ti tjetra, dhe ti që dridhesh, dhe ti që fytyrën ke mbuluar me vellët zezë që të mos njihesh, dhe ju të tjerat, njerë ju se fili po ju mbështjell të gjithave. Në eshtje si meri mangat, moj gra, do të heni fije leshi, ditë e natë do të thurni triko për të nxjerrë bukën e gojës. Triko për ata që ju përmbysën ju. Mjerë ju, moj meri manga. Estakfur dha hiçmetin ai. Jo, më mjen varr. Ikën kasimatën. Ikën pardje, sot duhet kena arritur në Itali. Të barabartë, me broshnjarët, me qapaqulet. Jo. Po ka dhe me, të fusi një plumë në zemër, të presi një dorë, të nxjerrë një sy, ose të dy. Po ku e gjen që të më shoj se ç'do të bëhet? Të marrin florit, të marrin gruan. Më falni po ka dhe me. Është një reformë të mërshme, mas e keni dëgjuar. Reforma agrare. Kjo është se që është më i zonja. Kjo është, si kjo spjegoj unë, që dhemjën të nesh, jo në një vend të ngusht, si që është gjokë si njeriut, por në 100 hektar, në 1000 hektar, të shikosh si t'i presin si me gërsherë, si shqenjë, si ndajnë me njëri tjetërin, si një zogori qensh, tokat e mija. Qërët frikshme. Qaj Makbule, qaj. Thonë se letësor. Po që të bëmë, o zot? Që të në prishës? Thonë se kanë dalë ca gjerat frikshme. Barikada quen. Edhe vërlacat iken.
Sherif, pse dukesh i pikëlluar? Po ja, gjithë ditën këtu, me këta tela të vdekur pranë. Mire the. Gjithë këta tela të vdekur. Që bëni ju aty? Qanë ato arka që zbrazni? Janë lajme të vjetra, po i hedhim. Nga kush keni marrë urdhër? Nga askush. Këto janë lajme të gënjeshtërta. Pyesni më mirë komandantin. S'kemi që pyesim, në drejt le të vend. Hidhi lajmet e borgjezve, hidhi vlla! Tirana, njoftim i zyrës perëndorake të Shqipërit. Sot në orën 11 paraditës, i frymëzuar nga qëllimi i zi për të errësuar dashurinë që populli shqiptar po i shfaqte bujarisë sovranit të tij, August Viktor Emanuelit III, mbretit të Italisë dhe të Shqipërisë dhe perandorit të Etiopisë, agenti i Kominternit, qifuti rus Isak Mihajlov, i dërguar posaçërisht në Shqipëri për këtë qëllim dhe i maskuar me emrin Vasil Laçi, bërja tetat duke qelluar 2 herë me revolver kundër jetës së perandorit. Zoti shpëtoi perandorin August. U plagos vetëm në krahun e djathtë Ti e akoma e zbet. Lajmi u bë dhe u ribë disa herë. Atentatori është shqiptar? 17 vjeç. A nuk e kupton se i na ka bërë atentat të gjithëve? Sa mirë që ti je shkrimtar neutral. Zotni, gjallë jeni? Sa mirë. Prisni që të vdisje? Oh, jo, përkundrazi. Isha krejtësisht i sigurt se ju nuk do të pësonit asgjë. Pse? Sepse gjatë gjithë këtyre trazirave ju keni qëndruar jashtë politikës. Tamam pozita një shkrimtarit madh. Vërtet? Po, zotni, ju qëndroni mbi stuhit e kohës. Dështova me të gjitha. Tani është tepër vonë. Shkret tirë. Nuk e kuptoj përse e ka qëndruar. Vepra jote qëndron jashtë kohës. Fundit ti je shkrimtar neutral. E pra, do të shkosh tek partizanët. S'të marrë vesh ç'është kjo pyetje.
Vdekje fashizmit. Vdekje popullit. Vdekje fashizmit. Liri popullit. Ka urdhër nga komanda që të mlidhet gjithë personeli i radiostacionit. Ja lista adresore. Nisuni me njëherë. Me herë ose me pahirë t'i sillni këtu. Pse hapsit? Pra nga jam. Unë jam partizan. Si nuk e kupton ti. Se radiostacioni duhet flasë me çdo kusht. Që të flasë ai, na oran në dyrët e ti shokët më të mirë, kurse ti më bën naze. Vdekje fashizmit. Liri e popullit. Pusho, Lulu. Lufta ka mbaruar. Mama! Pusho. Dua të di se sa poshtë kemi rënë. Sa gjëra të tmerrshme që thua. Po mbase nuk jemi përmbysur aq sa. Pusho. Thonë se Hamide Hanamja është larguar. Futur në tankur në një oficeri gjerman. Tani do t'i marrin vesh të gjitha. Kush është rrëzuar? Kush ka mbetur? Kush... Prandaj po dal. Mama! Për t'u ringritur, në qoftë se e mendon një gjë të tillë. Gjëja e parë që duhet të dish është se sa poshtë kemi rënë. Po këta të vrarë, që janë? Pengje. I pushkatuan gjermanët. I kishin peng prej kohësh. Ikim që këtej. Njeri mu duk si Aleksi. Më rraf të pika që mu mbarua kafje. S'ka gjë moj nën, ne jemi me shërbim, jep janojnë tjetëri. Jo, më rraf të pika që s'kam për të gjithë. Pijet ke që nënë. Ta ndajmë. Pije ti, pije. 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 Mbajet ke që nënë. Meret ke që nëna, vajzë nënës, nuse nënës, mere.
Faleminderit. S'ka gjë të keqe nëna. Të tërrojnë gjithë shke vdekje fashizmit. Vdekje fashizmit. Liri e popullit keqe nëna. Borgjes të fliqur. Kë kërkoni? Maqo ara lambin. Është aty brenda. E kini atje. Kush e di se ç'kujtojnë? Folum mirë ti Teut, që tu dal frika. Qytetar, mos u tremni. Ne kërkojmë një punonjës të radiostacionit. Ai s'ka për asgjë, e zeza! Ai s'ka sharë, korba unë! Ai s'ka dhe nas lajmet e zeza unë për djalin e zeza! Ej, Bela. Këta janë të çmendur. Që bufon, është një vanitos i pashemullt. Është gati të shkojnë në pushkatim. Vetëm të jap pak rëndësi vetes. Një imbecil komplet. S'ka ndërmend ta pushkatoj njeri. E mora me men. Një skentilla e ka ndruar prej kohësh. Gra. Sido që të ndodh, unë ndërgjegjen e kam të pastër. Kulmi! E amore, me gjithë ndërgjegjen tënde. Mos ta bëj teatro, Borgjes! Jes punosh! Pise veng, hajde! E mirja me mend që të vinit. Unë jam inxhinieri që kërkoni. Është detyra ime që të vi me njerë. Po presim. Një minutë. Mirëdita. Mirëdita. Urdhroni brenda pini një kafe. Faleminderit, nxitojmë. Ashtu? Mirupafshim. Mirupafshim. Shkojmë. Oh, që edhe ti, maqo? Sotto il canicolo. Ku? Nuk e di. Janaj Kristo këtu banon. Si urdhon? Në shtëpi është? Po, si urdhon? Thuaj të dal. Ani, mos kish ndonjë punë me ta? Shko e thirre. Si urdhon? Apo mos ka për ndonjë gjë? Ore, do shkosh ta trasësh ti apo si e ke hallit? E dini si është puna? Unë jam. Po, ju beton të para se një cotën punë si diskotekës jam përzgjer asnjëherë me misionet fashiste, bile kam ajtur qendrim.
Unë me gjithë se quem komentatori bursës, s'jam veç se një lajmërus i përqinjes fajdeve. Besoj se më kuptoni, zoti Partizan. Unë jam një në punës fari thjesht, një nërmjetës, një, si të them, kodosh i paras. Ti më falë, zonjush. A mi legojnë aty? Jetë për mua u shkojnë tumë të tërve. Duhet të mbahemi fort pas njeri tjetrit. Gjithë puna është që mos shpërndahemi si zojt e korpit. Të merri më i mathësh po të vi puna të thrasësh për mes shkretirës, ku je? Dhe askush mos përgjigjet. Qau! Mama! Rrit! Hajdeni, urdhroni brenda. Tu banon një farmatishi? Aty është. Ka 10 ditë që është mbyllur brenda me një rospi. E po qera gjitë të këtil, s'kam parë ndonjëherë. Pushti. Unë më kaq kohë duke kërkuar. Do ta pushkatoni? Jo, na duhet për tjetër gjë. Aha, kujtova se do ta pushkatoni, se s'm ka paguar akoma qiran. Kush është? Jemi një patrull partizane, kërkojmë... Matish Baldojm. Matish Baldojm. Si është puna? Eja me në radio stacion. Më fali një minutë, sa të vishëm? Do të vonohesh? Nuk i dihet. Ke salam në raftë. Ke dhe biskota. Hajde marsh, që jemi vonë! Ciao, Lili! Ciao! Hajde, leri lojrat, lëvis, qenë mirë qenë! Bejleresha, çurrëtje kanë në sy. Po ne, që kemi në sy për to? I pat?
I marrin për të përshkatuar. Lëviznin ta shpërndajmë lajmin. Po, duhet ta prapim lajmin. Ne kemi një gojë dhe një gjuhë brenda saj. Me to mund të sajojmë fjalë. Në fillim që fjala shkruan Bibla. Me sa duket e fundit do të mbetet përsëri fjala. Këtu banon. Jo, nuk banon këtu. Do të kontrollojmë. Kontrolloti, më tregoni lutem shpinë. Me shëtërit! Me shëtërit jeni në shpinë e botës si bandit! Ju lutem. Fillo kontrollin, mos pyet më. Me shëtërit! Me shëtërit! Me shëtërit! Lere më man! E janë me ne. Lërko me njërë! Do të shije! Hajde, leri lojrat. Ma je parën. Tani e jam e ne. Ja! Unë nuk shërbej komuniste! Mos shko! Jo, mos shko! Mos shko! Mos shko! Jo! Mos shko! Mos shko! Ndihmë! 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 Qanë këta deputet? Jo, jam punojësit e radiostacionit. Aha, do punoj radiostacioni. Siguri. Po ku jeni futur kështu? Është e nevojshme që të futeni kaq thellë? Ndoshta nuk është e nevojshme. Ndoshta është më mirë të vemi të paraqitemi atje ku duhet. Po ju e dini se nuk dim as vetë si ku duhet paraqitemi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ç'bëhet aty lart? A u përmbysëm? Po, është e vërtet që u përmbysëm. Po si do qoftë? E çfarë si do qoftë? E për si do qoftë mund të bëhet fjalë? Mama! Po, çfarë shpresësh na sjell ti? Jo. Jam e lodhur. Unë nuk sjell asnjë shpresë. Unë them vetëm se një urrëtie gjatë ka prirje të kthehet në dashuri. Pasit na kem përmbysur. Të na ken poshtruar. Të na ken zhbër. Ata pa pritur do t'i zër malli për ne. Malli për zotrinjtë e përmbysur është në natyrën e njeriut. Kur atyre t'u vinë një dëshirë e tillë, kjo do t'jetë shenja e parë që ata do t'kenë marrë fund. Atëherë ne do të rikthehemi. Oh jo, ne vaher do jemi në varre. Hijet. Hijet tona. Hijet jetë më të qëndrueshme se njerëzit. Njerëzit e paftuarit bën letë, me armë, me daulle, me shkop. Pa provo të bësh një hije. Atëherë do të ketë ardhur koha jonë.
Oh, Mukaddes! Pardon. Shoku Partizan, kjo ka qenë spikreja kryesore e lajmeve, e quajnë Miriam. Ajo që na shante? Po. Jo. Kjo një muaj parë do reqen. Siç duket më në fund e kuptoj që bën një punë poshtë. E ashtu është, se ajo që na shante ishte një tjetër. Po ty kush pyeti? Urdhon? Kush pyeti thash? E kam për detyrë. Igore, me gjithë detyrën tënde. Si urdhon? Adrian, ti je? Jo, nuk jam Adriani. Jemi patrull partizane. Tu banon Miriam Morina? Thash se ishte Adriani. E shkreta. Ka kaq ditë që e pret. Me kërkuat? Pa. Ju do të vini me ne. Radiostacioni do të hapet përsëri. Si është e mundur? Unë kam folur në njërin tjetër. A mund të flasë përsëri? Ne si dim këto gjëra, kemi urdhër t'i mbledhim gjithë. Një minutë sa të vishem. Hajde, Borgjezi, hajde. Kjo pas kam shumë vegla se mitralozi sherifit. Shkojmë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Miriam. Uçmen dane mushketa! I ha ha! I ha ha! Uçmen dane mushketa! I ha ha! I ha ha! I ha ha! I ha ha! Sa bukur. Ja, këto gjëra s'më pëlqejnë mua. Si shpejt filluan nga opera. Ikim se jemi vonë. Hajde, lëvizni. Kush jeni ju? Ne jemi plakra.
Po ne ishim për vizitë. Pse ka vonë? Ikni shpejt. Po, tani do ikim. Ikim. Tani ikim. I pat, ata kanë frikë. Ata kanë frikë nga ne. Tani do ta shpërdajmë lajmin. Nisemi. Nesër do të shihemi përsëri. Trokit një kështu. 3 herë shpejt. Baba bam. Një herë lehtë. Bam. Kështu pra. Baba bam, bam. 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 Sollët, 4 veta nuk I gjetë. Hyni në atë sallë. Tani do të më rrinë edhe 2 patrulla tjera. Do të mlidhet të gjithë si zoqët. U lodhët. Tek e fashit. Liri popullit. Erdhi drejtori I ri! Erdhi drejtori I ri! Tek e fashizmi. Liri popullit. Me urdhër të shtabit përgjithshëm partizan, ju emëroheni tani për tani drejtori radiostacionit. Unë drejtor. I dhe një tjetër ato. Unë jam komandant partizan. E pra, ju jeni komandant partizan, po, që sot e tuti emëroni drejtor. Drejtor le të bëhet kush e doj. Unë zbëhem. Në tratë hidhini unë zbëhem drejtor. Ti që mbusqesh ashtu pse zbëhesh vetë? Pa të më urdhëroni, unë do të bëhesha. Ai do të vazhdoj të jetë komisari I radiostacionit. Do me thënë, ai do vazhdoj të jetë me mua. Sigurisht, si gjithmonë. Atëhere, të mblidhemi të gjithë e salla kryesore. Drejtori I ri I radiostacionit do t'ju mbajnë fjalim. Borgjes. Qështë? Nuk jemi të gjithë Borgjes. Ju lutemi kontrolloni fjalët. Bukur. Ju kuptova. Në fillim po ju drejtohem borgjezve. Ju I keni shërbyer deri më sot regjimeve të kaluara. Ju keni vjedhë vrerë, kaq e kaq vite. Me një fjalë keni qenë gjuha në përkës e shtetit të vjetër. Që sot e tutje. Me hir ose me pahir do të vjeni në shërbim të popullit. Për 2 ose 3 ditë, kjo radiostacion duhet të flasë. Personeli teknik të filloj nga puna që tani. Të tjerët do të rrinë në pritje. Ushqim të merrni nga menca partizane. Sabotatorët pushkatohen. Qartë. Ka pyetje? Jemi të lidhur me prangë, zotit drejtor. S'jam drejtor. Jam komandant I radiostacionit. Zgjidhni prangat.
ti se që do na bojnë apo jo? Do na thanë ditë e natë përpara mikrofonave. Që të përgënjështrojmë ato fjalë që kemi thënë deri tani. Bëll aty. Me një fjalë, do flasim, deri sa të polcasim, si gjinkalë. Mbylle të thafta e gjumë, mbylle. Mu thaftë që keme ta. Zatën, ju... Zatën, ju në parke jemi, qëtë gjithë. Edhe jove, kështu në qujtë e që parë. Në lërë që të flemë dhe shti. Si ordon. Ska hiq. Dite natë për para mikrofonave. Do lesojmë lajmet e vjetra, dhe pas çdo lajmi, do thejmë edhe nga një gënjeshtër. Nga një gënjeshtër. Mjaftë dhe, mjaftë oj çmendur. Dhe tani të dashur dhe jues, po japim një program me gënjeshtëra. Me gënjeshtëra. Me gënjeshtëra. Plaç në vend. Me gënjeshtëra. Unë mendoj që në fillim fare, në vend të hymnit të mbretërisë të vihet hymni i flamurit. A, maç na fe edhe ti, i një rangallë e për një rangallë tjetër. Hymni i flamurit nuk është rangallë. Dëgjoj këtu ti more shaqo. Hymni i flamurit nuk është një lloj me hymnin e mbretërisë. Ky ka qenë hymni ynë atëherë kur Shqipëria nuk ishte akoma mbretëri. More vesh, nuk ishte akoma mbretëri. Po ç'ishte atëherë? Ç'ishte? Ti shaqo bën ca pyetje që të prish gjakun të prish. Ç'ishte Shqipëria më pyet? Shqipëria ishte edhe pik. Mjaftë në punën e hymnit. U vendos. Të vijet. Sherif. Shko pak atje lartë. Në atë si i thonë diskotek. Dhe kërko hymnin e flamurit. Si urdhër. Ku është ajo Diskoteka, atje lart. Të thras redaktorin e muzikës? Keni nevojë për ndonjë disk? Dua hymnin e flamurit. Më falni, sot e shoku partizan mos kam bërë në gabimun? Apo mos unë të thëni diskjet me muzikë fashiste? Ja tani u anxhirën që të gjitha. Prit. Në fillim më nxjerrat plakën e himnit flamurit. Pastaj do të merrem me të tjerat. A, po. E Sherif, po çon një kafe gjikundi? Ti vëmë edhe lajmet gjermanisht. I kemi që i kemi robërit, ti shfrytëzojmë. Dakord. Edhe buletinin meteorologjik. Kjo është një gjë fare e thjeshtë. Nxjerr kohë nga dritari dhe fol. Dakord. Tjetër? Shoku komandant. Himni. Zoti komandant, radiostacioni mbas një ore mund të jetë gati. Shpejt. Të marrohet lajmet. Ja tani, ç'lajmet jetëve, kryesorët i marruan. Po ja të shënojmë që nesër batalioni 2 mund të ketë mbrëmje vallëzimi. Shumë mirë shkruaj.
Gati, komandant. Ta hapim atëre. S'kemi që presim. Speaker e lajmeve. Të vi speakerja. Një minutë. Miriam! 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 O Miriam! 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 Ç'është? Miriam! Përse më thrasin? O Miriam! Ç'është? Përse më kërkoj? Qetësi, po hapim mikrofonin. Jo flet Tirana, po japim lajmet. Në përk. Borgjeze, fal! Ju flet Tirana! Ju flet Tirana. Radiostacioni Tiranës Lirë po fillon transmetimet e tij me valë të mesme 275 metra dhe valë të shkurtra 60 metra. Po Perëndi, ç'është kjo?
Dihet përse. Për shkak të gjermanëve. Flokët e Hamidea nëmit. Jashtë do të shpallnja unë flamur të Shqipërisë. Firë ynë e ka vënë racën shqiptare midis racëve të zgjedhur. Kështu brenda bëhet shefi. Zyrja është burr kanuni, ordi. Nga vjen emri Shqipëri? Të gjithë thuajt kur vinë tek ne pyesin për prejardhjen e fjalës Shqipëri. Siç duket i shqetëson kjo fjalë, prandaj. Shikoj një pamje kurioze. Është regjenca. 4 çerek mbretër. Pamje apokaliptike, apo jo? Janë pa ata të ftuar të përjetshëm. Duket sikur kanë ardhur po tek e njëjta darkë që ka 2000 vjet që ka filluar. 2000 vjet? Po. Që nga koha e darkës së konsullit romak Paulus Emilius, ai ka qenë pushtuesi i parë i Shqipërisë. E di? E di. Darkë shumë vjeçare. Ti e penduar që ka ardhur në darkat e pushtuesit? Ndoshta. Mos është pak si vonë. Unë nuk kam ardhur kur këtu si i ftuar. Po si? Unë kam ardhur si dëshmitar. Si dëshmitar? Kush do ta besonte këtë? E di që nuk do të ma besojnë. Kjo është dhe tragjedia ime. Nuk e besoja që do të rinim kaq të heshtur. Tamam si kuaj të vjedhur. Si. Shtu thonë anët tona kur njerëzit rinë sus dhe në terë. Sa ftohet. Ditja për gjuhë. Dramit pak. Jam shtetu tek muri dhe dramit. Teuta, ne do dalim qytet, do vishe dhe ti? Më prisni pak, sa të më thajnë flokët. E sa do presim akoma? Çmërmërit e ti. Ajo është vajza, duhet jetë e bukur. Ajo është partizane, jo lasticë. Teuta. Dite prili 12 o dervish o lole. Dite prili 12 o dervish o lole. O mora dervish o formove bataljone tretore që vojnë, izë lufta për lirinë të dëgjak, janë trimat partizane që luftojnë. U vini, more, të kërkojmë florit e pasanikve dhe të kolaboracionistve. Ti dira dhe është disa të të fish pushtre. Janë bistesh Apisit e zeso moja pisit. Ajt moja pisit e Një, dy, tre, prova teknike.
1, 2, 3, prova teknike. Radio Ajon. A thua do të flasë. Qypa me Flori, qypa me Flori. Ku pa I çoni? Në bankë të shtetit. I pas kanë gjetur. Ndasa ata teknikët nuk e rregullojnë dot. Unë nuk kam besim në asnjërin prej tyre. Ndoshta nesër radiostacioni do të fillojë nga puna. Është diçka me rëndësi kombëtare. Bile më tepër ka rëndësi ndërkombëtare. Na u çlirua prej brigadave heroike të ushtrisë nacional shërimtare, të ndihmuara prej popullit të Tiranës, në luftën e përgjakshme rrugë më rrugë, e shtëpi më shtëpi, kundër një armiku të vendosur e të egur, të armatosur me mjetet më moderne, vullneti I hekur të ushtrisë sonë dhe I popullit të Tiranës triumfoi. Gjaku I bijve të popullit tonë që ranë në këtë betejë për shirimin e kryeqytetit, shkroi një nga faqet më të shkëlqyera të luftës sonë nga dhjimtare. Lufta jonë që shpërtheu e papërkulur u kurorëzua me shirimin e Tiranës. Shpejt do të kurorëzohet edhe me shirimin e gjithë Shqipërisë. Populli heroik I Tiranës që diti të luftoi kaq trimërisht gjatë 5 vjetë gjysmë robërie të rëndë, do të jetë tash në paralojën për ndërtimin e Shqipërisë sonë të dashur. Ai do të jetë krahu I fuqishëm I pushtetit demokratik të vendit tonë. Roft Shqipëria e lirë demokratike, roft populli heroik shqiptar, roft populli heroik I kryeqytetit të Shqipërisë së re demokratike. Për partizanët e brigadës parë sulmuese, po japim internacionalen. Mirë ditë, zëj. Çfarë keni kështu? Asgjë nuk kam. A është në dhomë Adriani? Si urdhon zonjë, ai ishte lart. Përshëndetje shokëve që pushtuan post telegrafën nga shokët dhe shoqet e radiostacionit. Partizanin e batalionit të parë, Emil Carën, e kërkojnë në shtat. Mitralieri Sherif Goreni të paraqitet në radiostacion. E kërkon dikush. Ndoshta e fejuara. Më turproj. Kush e di ç'mendon kush e ka dëgjuar? E kur si njëri këtë rëmull. Mos u ta. Pastaj dëgjoj këtu. Tek në qytet ku një vajzë nga smon ideal. Kështu siç ka smoj ty te uta, e di shton. E di shton apo jo? Alo? Unë
jam një partizane, shoku komandant i përgjithshëm. Po, ju dëgjoj. Po, më falni shoku komandant i përgjithshëm. Çfarë tha? Ç'është? Ç'ka ndodhur? Komandanti i përgjithshëm, shoku Enver. Shoku Enver vet? Vet ai.